për me blevre. E pse me ble me fitu hajnat e ti? Ku janë këta që po vine... Si faktohet kjo, zote Haradinaj? Shumë thjesht e ki, prokuria i ka landën. Po prokuria vetëm një gjykat duhet ta merr ta bëjë një proces dhe ta çojë më tutje. Ky po ik. Po shefet mana mandatit e komunistit po ik, nuk po shkon se edhin kusht, edhin sa fell është i shytun. Ky edhe njerëz rasti dhe sistemi që po i bën. Akuzat e njerëzve ti dhe ti është që sistemi i drejtësisë është i kapur nga pushtetet e kaluara, që jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, hiç. Unë kur njët s'ka marr pjesë, nash, një kafe, tash një instancë prokurisë, atë sistemi gjyqësor. Ndoshta se ka patur për ju. Kur s'm ka ra më marr me kësi temash. Kur njët. Në shanun e shoh pe pozitës time që kam qenë kryetar qeverie. Me lëshu prodhimin 211 MW e di pse. Me ra 200 MW veç mi prodhu Kosova, di pse. Megavati që prodhu Kosova i lirë. Qaj megawatt nuk detyron me rritë çmim. Ja u ka shtu edhe 16% çmimin qytetarëve të vendit për me vjedh halo elita ti. Kjo është diçka reale, kjo ka me u dokumentu, një dit a një tjetër ka me dalë, gjyqtarët ka me qitë, prokurorët ka me qitë, që 3 herë në vritë çmimi i energjisë. 3 herë radhëzi. Se i ka të pangopshëm, nuk po i ngijen. Ata që i ka bo, nuk po i ngijen. As di që janë të boa, ku janë të i qua të fara. Po nuk po i ngijen. Së është rritja e çmimit nga rrethana ndërkombëtare, zoti është ka zbritet çmimi i energjisë në rajon edhe në botë, edhe në Evropë, o ka zbritet. O ka zbritet, ju lutem. Vetëm të na të rrit edhe herë. Edhe vetë një arsye pse tu ka rrit është. Pse duhet me fitu shta që i blenë, shta që i ka klubi i tij. Zoti Haradinaj, a do t'jeni kandidat për president? Jo, nuk jam. Nuk jam kandidat për president. Jam deputet në Parlamentin e Kosovës, punoj për qeverinë e opozitës. Kur vjen çështja e presidentit, pas një kusht, do ta